Obligimin për deklarimin e pasurisë nuk e kanë kryer disa zyrtarë publik. Në mesin e 29 zyrtarëve janë disa prej këshilltarëve të zëvendës kryeministrës në tërheqje Emilia Rexhepi. Ata dhe disa mjekë profesor nuk e deklaruan pasurinë as në afatin shtesë prej 15 detësh. Është prej herave të rralla që ka pasur numër kaq të madh që nuk e kanë kryer këtë obligim. Ndoshta kjo edhe për shkak të rritjes së numrit të subjekteve deklaruese. Ndaj tyre, përveç gjobave, siç e parashë ligji, Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit do të dorëzojë edhe kallëzim penal. Sipas kodit penal, gjykata mund të gjobisë me gjobë shtesë, do thotë, mund të jap edhe dënim me burg efektiv apo burg me kusht varësisht se si vendosur. Një veprim si ky nuk do të përsëritej nga zyrtarët publik nëse ndaj këtyre rasteve do të shqiptohej dënim me burg, thon nga Instituti i Kosovës për drejtësi. Fatkeqësisht nëse i referohemi do të thotë praktikave të mëhershme, edhe në këtë rast do të thotë thjesht do të shqiptohen gjë. Politika ndëshkimore të ndryshoj edhe në këtë rast edhe në raste të tjera në atë mënyrë që të jetë në përputhje me dispozitat ligjore. Rreth 11.000 zyrtarë publik kishin për obligim të deklaronin pasurinë gjatë muajit mars. Vitin e kaluar, 96 zyrtarë publik e kishin kryer këtë obligim gjatë afatit shtesë prej 15 detësh.